Lideri i LSDM-s Zoran Zaev në një intervistë dhënë për radion Deutsche Welle theksoi se rastet e monstrës Nikola Mladenovit, televizioni tani dhe çështjes së emrit që do të publikohen nga opozita, do të jenë pikëthese që detyrojnë dorëheqjen e qeverisë. Sipas Zaevit, pavarësisht se Gruevski dëshiron të demonstrojë qëndrueshmëri dhe normalitet pas publikimit të një pjese më të madhe të mbi 90 bombave të përgatitura, presioni ndaj Gruevski do të jetë tepër i madh që ky i fundit të mbijetojë. Nëse për shembull kanë 90 tema pako për publikim, pjesa më e madhe e tyre janë mjaftueshëm të ndjeshme që të jenë moment kthese. Qytetarët do të marrin vesh deri ku ka arritur Gruevski në tregtin për emrin e shtetit, çfarë ka ndodhur me Martin Neshkovski për krimet financiare, çfarë ka ndodhur me televizionin A1 dhe raste të tjera si monstra. Për shkak se Zaevi dhe LSDM-ja i posedojnë këto dëshmi, nuk e kemi ndërmend të prognozojmë se deri kur mund të durojë kështu Gruevski, por e dim se koha e tij ka mbaruar. Gruevski i përket së kaluarës, qeveri kalimtare patjetër të ketë dhe zgjedhjet patjetër të ndodhin. Kjo është e pashmangshme, tha Zoran Zaev, lideri i LSDM-s. Ai theksoi gjithashtu se nëse Gruevski nuk i kën vet, atë do ta detyroj populli me protesta masive. Të gjitha anketat dhe analizat që i bëjmë tregojnë se revolta është ndruar në zemrim. Zemrimi rritet. Çdo moment lumenj njerëzish mund të rrjedhin rrugëve. Ne do të mundohemi maksimalisht që t'i kontrollojmë gjërat. Asun as cili do në LSDM dëshiron skenar të tillë, por gjithçka mund të ndodhë. Për këtë shkak shpresoj se më herët do të vjen dorëheqja e Gruevskit, sesa dita kur nuk do të mund të kontrollojmë zemrimin e masës, u shpreh Zoran Zaev. Zaev pret që edhe faktori ndërkombëtar pasi t'i dëgjoj bombat më serioze, të kyçet seriozisht në proces dhe të adresoj vërejtje të hapura për qeverisjen e Gruevskit.